Shqipëria e ka nisur me humbje etapën e saj në drejtimin e Rolando Maran, e mposhtur me shifrat 1-0 në Air Albania nga Izraeli. Në një ndeshje ku Maran kishte zgjedhur ta niste me Mehmetin në sulm për krah Brojës dhe Hoxhës, ishin kuqezint që kishin iniciativën pikërisht fal lojtarit të ri në repartin e avancuar, pasi ai tentoi disa herë të gjente rjetën. Por kuqezint nuk ja dolën të shënonin në një ndeshje që kishin mjaft mirë nën kontroll. Por një zbritje e shpejtë në të majtën e Glouh dhe një diagonale e tij në shtyllën e largët, gjeti të pavendosur mirë prapavjen kuqezi dhe solli golin e vetëm të ndeshjes. Kjo pasi pavarësisht ndryshimeve të Maran, Shqipëria u shfaq më pas rrallë herë rrezikshëm në sulm, duke mos krijuar shkëndijën që pritej për të barazuar rezultatin, pavarësisht dëshirës që shfaqën kuqezint.